Pa diskutim që jo, për faktin që unë jam martuar pak para 90, pra e kam përjetuar edhe atë regjim komunist, me ato problemet e veta, me atë pjesën ekonomike, problematike që ka pasaj sistem. Keni qëndruar ndonjëherë në radhë? Si që qëndronin atëhere? Kam qëndru, thot. Si s'kam qëndru? Ku kishte aty pa radhë? Aty qëndroje 2 orë në radhë për bukën. Pra komunizmi, ky komunizmi i Edwin Rams, e kishte llogarit edhe ky, deri te buka e ka llogarit që interesat gjithë secili thot duhet më shku te buka, ai patronazhisti, ai administraci thot buka, gjithë nuk është buka thatë, atëherë ishte thjesht buka tamam. Tash është ekonomia e familjes, nuk mund të jesh ndryshe. Atëherë kishte fiks me bukën. Unë kisha ne ishim 7 vetë në familje, kisha 2 prindit edhe gjyshen, edhe 4 fëmijë. Merrim 2 bukë e gjys në atë kohë. Pra 2 bukë e gjys ishte 700 gram për familje, ku din se sa i takonte me kile, por kur e llogarit 2 bukë e gjys ishin 100 lekë në ditë, bukë. Kur babai im marrte besoj 200 lekë në ditë, ishte rroga që ishte një rrogë e mirë. Pra 100 lekë, ne unë shkoja atje, zinja radhën, vinte buka me vones, 3 orë, 4 orë, ti dyshishin në rallë, 50 vetë në rallë, u shtyshin, u rrifshim për me marrë bukën, dhe aty fillonte, pastaj ishte ralla për ushqimet, vinin ushqimet një herë në muaj, që kishe, se tash i kanë kaluar edhe vite, 1 kile djath, besoj, 2 kile sheqer, 1 kile vaj. Si 1 kile djath në muaj? Po, 1 kile djath që e prishe një fet të hollë, vendoshe haje bukë djath dhe një domate, u pëshqilte me atë gazetën e partisë, zërit popullit dhe shkojë në punë. Dhe punoj 8 orë me një fet bukë me pak djath ishte vetëm sa me një ushqimin e kryps, po jo me ushqimin. Pra ky është sistemi komunist që ka nostalgji akoma sot. Pra rrallë të shoqëronin gjithë ne. Nuk ishte vetëm se te buka ishte kryesorja, se pa bukë, po ndodhën e herë që buka vite edhe në orën 9 të darkës. Se gjithë ditën rrinit pa bukë? Po diskutim që ishte deri në orën, ti shkoje prej në orën 2, edhe ajo vite deri në orën darkë, se ishte furra që do të furnizonte të gjithë rrethin e Shkodrës, probleme, herë kishte ujë furra, s'kishte ujë, s'kishte drita. Edhe aty nuk mund të shaje, se po të shaje pastaj futesh në sherr me shtetin. Atë të fusin burg pasha, jo që ai që e bënte gabimin edhe fliste, i piketonin ato. Unë kam pas edhe unë fatin e keq, jo personal, por kam pas njerëz që mi dënuar politikisht, gjitha ne. Kam pas gjajën dënuar politikisht, njerëz që të afër dënuar nga politika pikërisht për kësaj që shprehin shqetësime, që ne e dim për politikë të madhe, po thoshin buka është e keqe, sa edhe këtë bukë që e merrnim. Po, dhe ajo qëllon. Kishte zezë, kishte me gurë, ishte me vishin copat e grurit. Pra, ti shpreh një pak nësi si ishte reale, u hante e bukë, po ishte detyruar për me harë, edhe këtë nuk e kishim. Edhe thojë çfarë është kjo bukë kështu, hapte dikush, gjerta atë, edhe për kësaj kanë bërë shumë.